Vetëm 25 kilometra larg qytetit të Maliqit ndodhet Strelca, një nga fshatrat më të njohur të krahinës së Gorës, që vitet e fundit po përjeton një ripërtëritje fal zhvillimit të turizmit. Dikur fshati numëronte mbi 300 shtëpi dhe më shumë se 1400 banor, ndërsa sot jetojnë rreth 60 familje me afro 240 banor. Megjithatë, vitet e fundit një pjesë e banorëve ka nisur të rikthehen në vendlindje për të investuar. Njëri prej tyre është Erion Kapedani, i lindur dhe rritur në Tiranë, i cili ka vendosur të investojë në tokën e të parëve, duke ngritur një rezort turistik. Strelca është fshati i parëve të mi, këtu më ka lidhur babi, ai ka ikur nga vitet 58, nga këtej, dhe gjithmonë vinte, gjithmonë shpesh edhe na sillte, e kupton? Edhe na pëlqente me thënë drejtë. Kur filloi kjo, që filloi turizmi malor, që dhe ne dëgjuam për këtë, vendosëm që të bëjmë diçka. Po, tash që po e shikoj vitin e parë domethënë që është gjithmonë gjë e duhur. Gjatë maj deri në shtator janë të huaj, 90% janë të huaj. Pastaj ne hapim vetëm fundjavave dhe ka shqiptar. Viti i parë i aktivitetit ka rezultuar mjaft i suksesshëm, pasi në rezort kanë mbujtur mbi 1000 turistë të huaj. Kjo e ka bërë investitorin optimist për të ardhmen, duke vlerësuar se Strelca ofron gjithçka që kërkojnë turistët, nga natyra e paprekur, liçenet dhe kanionet, deri te tradita dhe mikpritja. Edhe vetë turistët shprehen të mahnitur nga bukuritë natyrore të zonës, ushqimi tradicional dhe mikpritja e banorëve, element që e bëjnë Strelcën një destinacion gjithnjë më të preferuar. From Belgium. Vi nga Belgjika, hera e parë, i gjetëm nëpërmjet Booking. Ne mendojmë se është një nga vendet më të bukura që kemi parë. Mikpritja të bën çudi. Mësuam të gatuajmë receta shqiptare, ishte shumë këndshëm. Ja vleti që erdhëm deri këtu. It couldn't be better. Vend fantastik, njerëz të mrekullueshëm. Përshtypja e parë është e mrekullueshme. Shqipëria është një nga vendet më të bukura që ne kemi parë. Administratori i Njësisë Administrative Gorë tregon se interesi për investime në turizëm nuk është i kufizuar vetëm në Strelcë. Turizmi në fshatrat e Njësisë Administrative Gorë ka një zhvillim, si të thuash, kur mund përmendim bujtinat që janë ndërtuar në fshatin Strelcë. Pashtu kemi dhe në fshatrat e tjerë të Njësisë Administrative Gorë, si Zvarisht, Lozhan. Pothuajse po përhapen në të gjithë njësinë. Të shumtë të janë tuaj, por edhe vendasit vinë e vizitojnë. Njësia Administrative Gorë përfshin 16 fshatra, të cilat po tërheqin gjithnjë më shumë turistë vendas dhe të huaj, veçanërisht ata që preferojnë turizmin e aventurës dhe të natyrës, duke e kthyer këtë krahinë në një nga destinacionet më premtuese turistike të juglindjes së vendit.